për shembull, ne jetojmë në një shoqëri që ka shumë gjyqje për çështje pronash, i kanë rëmbyer pronën njëri tjetrit, ëh? Tani që të bimë tek ajo që thashin në fillim që e quajti ishte edhe titulli i këtij emisioni, pra je i drejtë, je i mirë, pra kusht për të qenë i mirë, thënia e mendimtarit francez ishte mund të jesh i mirë, por është shumë e vështirë të jesh i drejtë. Mund të ekzistojë kjo? Pra mund të jesh i mirë, po edhe si i drejtë? Po njeriu nuk e konsumon veten e vet me një numër të pakufizuar dhe në infinit njerëzish. Por i drejti besoj se po. Sepse në momentin që i jep një drejtësi, ai është një produkt jo vetëm e atyre të cilët i përfshin, por është një produkt për të gjithë ata që e shikojnë, për gjithë ata të cilët kanë mundësi që të marrin shembull. Kurse mirësinë tënde kam përshtypjen është shumë një koncept edhe një fenomen shumë i ngushtë. Të shfaqesh i mirë, të jesh i mirë, nuk ke shansi që të drejtosh shumë njerëzve. Por ti jesh i bindur që në momentin që bën diçka të drejtë, në momentin që vendos një drejtësi, ai është një produkt të cilin që të gjithë do ta blejnë, që të gjithë do ta marrin, që të gjithë do ta kërkojnë, që të gjithë do lusin që të jenë pranë saj. Kështu që ky është fenomeni që sot ndodh, që ka shumë njerëz të cilët neve kemi opinion shumë të mirë, marrëdhëniet tonë me ata janë shumë të mira, shumë miqësore, shumë vëllazërore. Por që jeta e tyre e përditshme dhe aktivitetin që don aspektin e drejtësisë. Nuk mund të jetë njeriu i mirë nëse nuk është i drejtë. Nëse është i drejtë, është dhe i mirë. Absolutisht. Mirë.